Mirëmbrëma, të nderuar mysafir. Mirëmbrëma i nderuar ish Presidenti i Republikës së Kosovës, zoti Sediu. Mirëmbrëma e nderuara ish Ministre, zonja Ekmete Bajrami, nderuar shkencëtar njësaj, të nderuar kolegë, profesor meq familjar, përfaqësues të mediave, i nderuar zoti Omer Nura, kryetari i rjetit global të bizneseve shqiptare, i nderuar zoti Ismet Mehmeti, kryetari i rjetit për biznese në Francë. Të nderuar pranishëm, profesor, profesionist të fushës e meqe dashamir. Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit shumë që keni ndarë nga koha juaj e shejt, për me ardhur dhe me marrë pjesë në një event kaq të rëndësishëm, në një mbrëmje kaq veçantë, kushtuar një vepre që sjell në një dialog dy dimensione shumë të rëndësishme. Atë të jetës së njeriut, besimin dhe mjekësinë. Pa asnjëre nuk mund të jetojmë, as pa besimin e as pa mjekësinë. Dy prej fakteve që lindim, jetojmë e vdesim. Sonte promovojmë librin Religioni dhe mjekësia, me autor profesor Dr. Halil Krasniqi. Një vepër që nuk flet vetëm për trupin dhe shëndetin, por na fton të mendojmë edhe për mendjen, për shpirtin, për besimin dhe mënyrën se si njeriu kërkon të vërtetën edhe paqen e brendshme. Me siguri është një temë që prek secilin prej nesh, sepse përballë sëmundjes, sfidave apo pasigurive, njeriu kërkon jo vetëm shërim, por shpesh kërkon kuptim, forcë dhe shpresë. Ku më mirë se gjitha këto të trija i gjejmë në të madhin Allahun dhe në ata që Zoti fali talentin që krijoi mundësinë e inovacionit të shkencës e që krijoi studente që sot na japin shpresë që të shohim dritë në fund të tunelit, që edhe pas një sëmundje të rëndë ka mundësi të shërohemi, të trajtohemi, edhe pse një kujdes i veçantë, një besim i qetë, një besim i veçantë na bën që të parandalojmë shumë sëmundje të lehta e të rënda. Prandaj kjo mbrëmje është më shumë se një promovim libri, është një mundësi për të dëgjuar, për të reflektuar, për të diskutuar mbi një temë ku ndërthuren dia, besimi dhe dimensioni njerëzor. Padyshim që një temë e tillë don debat të gjatë, ka shumë dimensione, atë se si e shohim, atë se si e besojmë, atë se si frymojmë. Është e rëndësishme që edhe shpesh kemi ndëgjuar edhe nga histori të cilat quhen histori suksesi pas shumë sëmundjeve të rënda, kur thonë se unë besova, buzëqesha dhe ja dola. Ku besove, ku buzëqeshëm, përballë kujt e dorëzuan forcën tonë. Këto pyetje shpesh harrojmë të bëjmë, por në dritën e syve të secilit, ajo shkelqen, ajo është një përgjigje që e lexojmë brenda secilit. Qofshin ato dhe sfidat e vogla, na shpesh përballemi edhe me probleme që dikush na thotë, po këtu janë sfidat vogla me çka jemi përballur. Çdo sfidë është sfida jonë, çdo problem është problemi jonë, çdo dhimbje është dhimbja jonë, nuk krahasohet me tjetrin. Po të e gjejmë tek mjekët, tek psikologët, tek ekspertët e shëndetit mendor, të Zotit, të librat, të shkencat, besojmë në ata që ka po krijuar Zoti. Natyrisht që për të hapur këtë mbrëmje me kënaqësi shumë të madhe, ftoj një personalitet të veçantë, një mik të autorit të librit, një figurë të rëndësishme të jetës politike akademike të Kosovës. Një shembull që gjenerat pas gjenerate ende frymojnë pas hapave të tij. Me një kënaqësi të madhe, do doja për një fjalë rasti, ta ftoja ish presidentin e Republikës së Kosovës, profesor Dr. Fatmir Sediu. Përshëndetje për gjithë, për ju, zoti rektor, profesor, mysafir, kolegë. Është një mbrëmje po e them, ase jemi afër, po një ditë jashtëzakonisht e veçantë që keni organizuar për të marrë një debat në kontinuitet prej një pene për profesor Halil Krasniqi, që është në vokacionin e tij të parë është mjek. Bazik, duke pas parasysh pastaj tek gëzimet e shumta specialistike. Një njeri që nuk ka nejtë rahat, përveç asaj se është marrë me pjesë të shkencës mjekësore të specifikave më të thella që ajo ka, sidomos në pjesën e kardiovaskularës dhe në fushat e lidhura me to, po kështu paralelisht ka përcyer edhe në studimin
në dhënien e ideve, edhe në fushat e jetës të përditshme, posaçërisht jetës të ndërtimit të një shoqërie, të zhvillimit të një shoqërie. Ajo që është e veçantë është relacionet që ai i nxjerr në vetë partnerin e jetës, partnerin kryesor dhe gajdan që thonë paraqet vija themelore të besimit, duke pas parasysh të arriturat e veçanta që bëhen në këtë furrë dhe kombinimi i posaçëm me mjeshtri në drejtim të përsosjes përzitshme të një qëllimi të zhvillimit më të madh. Është shumë e rëndësishme që në këtë përmbledhje, në këtë pjesë të librit kushtuar besimit dhe rolit të mjekësisë përgjithsisht në jetë, ne do të gjejmë dimensione të shumta që i kemë të popujt e ndryshëm varësisht prej besimeve. Ajo që të themi është edhe nuk lëkundet nga vendi se njeriu prej asaj faze kur kalon në homo sapiensin apo një qenie të vetishme, paralelisht krijon edhe bindjen e tij për një besim të rjashtimeve të mëdhenjshme apo të gëzimeve të mëdhenjshme që i kemi të fetë e shumta që ekzistojnë fillimisht nga një politeizëm, më vonë do të vinë te ateizmi dhe fetë e shumta apo besimet e shumta që i gjejmë në rrezullin toksor. Është karakteristikë se pikërisht në këtë ecje do të gjenden momente të pikave lidhës apo pikave të fërkimit pozitiv me shkencën, me dijen, me zhvillimin dhe të jenë partner të ndërtimit të një shoqërie brenda kornizave ku ato veprojnë, në një shoqëri në cilën ato të dëllohen me qasje konkrete dhe me qasje jashtëzakonisht korrekte që jap rezultat në jetë. Besimi dhe frika, besimit dhe besimi, apo kongulja, besimi dhe shtetësimet, besimi dhe Zoti, besimi ata besojnë e zbesojnë, apo koncentracione tjera, koncepte tjera që mund të gjejmë, janë vetëm pjesë e angazhimit të thellë të qenies njerëzore, apo të njerëzve dhe të dietarëve që gjenden pisërisht edhe kanalizimet e nevojshme për të shpejtuar, për të zhvilluar dhe për të ecmanehe. Nëse i kthehemi pak kohës shumë të vjetër, e marrëm edhe prej pas themelimit të besimit islamik, do të kemi karakteristikë dietar të cilët janë paralele e veçantë e arritjeve të mëdha që do të bëhen në Europë dhe jashtë saj, do të kemi nganjëherë edhe propatje në një mënyrë e garë se kush. Al-Tusi Tazan, një nga përfaqësuesit e dijes në ndërtimtari, e dijes në vasion, e dijes në atë se çfarë është toka, e dijes në atë se çfarë është racionalizmi në jetë, në besim, në punë, në zhvillim. Një njeri me cilin Koperniku, Galileu dhe të tjerë, thuhet tash në një dokumentar interesant britanik, thuhet se ata janë të mëdhenshëm dhe se kanë marrë nga ajo që e ka bërë ky njeri apo një gjeni. Dhe këtë do ta gjejmë pastaj në dyert e hapura edhe në librat fetar, tek të secili besim, qasjen që njerëz e urtë, njerëz që kanë pas një vizion veçantë dhe brenda institucioneve krishtare, brenda institucioneve islame, pavarësisht prej ndërgëzimeve që kanë pas, ndërtojnë filozofinë e tyre, ndërtojnë kanalet e ecjes së shoqërisë njerëzore, duke pas partner njerëzit e urtë, njerëzit e mençur, cilët nuk ju nda dhe besoj edhe në talën do të jenë partneri mirë për jetën dhe për udhëzimet e saj të përgjithshme për të zhvilluar shoqërinë. Ajo që në fund profesor Krasniqi e nxjerr e ka një fjali apo një udhëzim. Religioni dhe mjekësia është një ftesë për dialog ndërmjet mjeku dhe pacientit, shkencës dhe etikës, trupit dhe shpirtit, dijes dhe besimit. A është ky formulim i qëndrueshëm? Po, sepse gjejmë në pjesën praktike të gjithasaj që njeriu ka të shqetësimet brenda vetvetes. Dhe nganjëherë themi është i ri dhe smërzitet shumë, por në momentet e mëdhenshme të pjekurisë kemi horizonte të reja që paraqiten, horizonte të cilat janë rezultate edhe dikur i përparimeve shkencore, paralelisht
por edhe i bindjes, edhe i lënjes së derës hapur për studiuar shumë fenomene. Janë ta zëmë edhe sot e kësaj dite, ta shpjegojnë edhe besimet, ajo se shpirti njerit ka shkon me rastin e lëshimit nga organizmi. Si vjen ai moment, çka ka organike, çka ka prej asaj që në një farë mënyrë njeriu mundet me nxjerr jo frikën, po me nxjerr besimin se ka një diçka që është tepër e rëndësishme, por që është borxh i shkencës, i dijes medicinale dhe partnerëve të saj të japin përgjigje. Kjo është ajo që dasha t'ju them, po t'ju ndëgjoj maqef, do të kemë këtë rast për këtë punë që ju keni bërë dhe një urim i veçantë, sepse kjo në një farë forme, profesor Krasniqi përmbyll për deri tash ciklin e librave të mira që ju keni pas, edhe nga këto të kirurgjisë, të gjitha fushave, të pjesës të cilat janë ato drejtimet tua politike. Këto kam pas një bisedë me të shkurt pak nga dhe bëjmë ai vazhdimisht. Ama si t'ja bëjmë, tha, bashkë jam interesuar këtë siklet që keni në Kosovë të kaloj në politikë. Thash, rri ku je sot? Një asaj që e ke bë, asaj që e ke punuar sot në kuptimin figurativ natyrisht, se sa pjesa tjetër ka kush bërë dhe s'ki në zënë vend, as ty as shumë konë. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, se diu gjithmonë kënaqësi që ndëgjojmë edhe patjetër që vlen me u theksu dhe me u ripotencu kjo që ashtu siç na mëson doktor Krasniqi neve që të besojmë në mjek, në shëndetësi, që të besojmë në Zot, pavarësisht religionit, edhe na të këshillojmë si banor të Kosovës, mos besosh shumë në politikë. Rri sepse kemi nevojë shumë për ekspertë të artit, të librave, të shëndetësisë, të artit të shëndetit tonë, që është një krijem unik që rrallë ka për shpjegim, kështu që këtu të kemi më mirë doktor Krasniqi. Me një kënaqësi shumë të madhe do doja të ftoja një mik shumë të mirë të doktor Krasniqit, një person që muj me qytetisht që është prej atyre mikëve të rrallë që beson në çdo hap të iniciativë të tij. Me shumë kënaqësi i ftoj me një fjalë rasti profesorët Monhajlizi. Lejoni që e dhënë të i përshëndes përzemërsisht duke filluar nga presidenti Sejdiu, ish-ministra dhe Petrita Hikmete Bajrami, profesor të nderuar përfaqësues të bizneseve nga diaspora, nga Kosova, profesor, familje, edhe natyrisht edhe profesor në lidh media. Është një moment shumë i mirë, është një kënaqësi e veçantë, një ndjenjë shumë e mirë që të kemi një forum të tillë dhe të që në emrin të UGT-s ju përshëndes dhe t'ju dëshiroj mirëseardhje në një moment të bukur, një moment që vërtet ka edhe një kënaqësi për një botim të një që rrjedh nga një gjenerim, një përvojë të jashtëzakonshme profesor Halili. Ju e dini ndoshta që profesor Halili është tash profesor në teknik, jep kontribut në ngritjen e kuadrove në fushën e mjekësisë. Vjen nga Gjermania i palodhur, bën mësimin, po çka shumë e rëndësishme edhe energji shumë pozitive edhe në ndërtimin e temi gjenerimi dijeve dhe librave të cilat mandej gjeneralet mund kenë, sepse shpesh mund kemi edhe në fusha specifike dhe mungesë të dijeve si të mos në gjuhën anëtare dhe unë për këtë duhet të falenderoj shumë. E falenderoj natyrisht shumë edhe për kontributin në pjesën e mjekësisë, një proaktivizëm shumë të madh që bën dhe një punë të përkushtueshme me dashuri ku vrej që qytetarët e dojnë, e falenderojnë, e vlerësojnë që angazhohet dhe mundohet që të bëjë zgjidhje të shumta të cilat kemi nevojë për një mjekësi cilësore. Natyrisht gjatë rrugtimit çdo individ ka dhe reflektimet e veta, edhe për politikën. I mban ato, i thot ato, po nganjëherë edhe ka individ që i shkruajnë. Unë mendoj që nuk ka nevojë me rezistu mos me shkruaj profesor, sepse në momente caktuara ka edhe reflektime, ka edhe frustrime, ka edhe pozitivitet, ka edhe momente të thirrjes. Edhe mendoj që kanë qenë shumë mirë, po edhe ky libër i fundit është një libër mjaft interesant, sfidues, nuk është i lehtë sepse ndërlidh komponente interesante, komplekse, të cilat disa janë në nivelin njerëzor, disa nuk janë në kornizat tona, kështu që një guxim për të marrë dhe të pozicionu momente të rëndësishme, unë mendoj që janë shumë nevojshme, sepse ne kemi nevojë që të
të debatojmë, të reflektojmë, të shkruajmë edhe me temën që lidhet edhe me religionin, edhe me shëndetin, edhe me edukimin, edhe me shkencën. Edhe mendoj që ka qenë vërtet një kontribut i jashtëzakonshëm. Shpesh njerëzit thonë ku e gjejnë energjinë, kohën, njëjtën kohë bëj pyetje edhe për profesor Alinin, ku i gjejnë të gjitha këtë kohë, këtë energji, mirë po mendoj që kjo lidhet pikërisht nga pjesa e besimit, pasioni, motivimi edhe natyrisht një lloj e ndjej që është edhe një lloj përgjegjësie që e ke për atë që e ke me barë të njerëzimit, me barë të gjeneratat e reja, në mënyra që e mendon që mund të jenë kontribuese. Edhe unë besoj shumë edhe neve që shohim impaktin që puna dhe kontributi juaj është në këtë pjesë. Unë mendoj që këtu nuk isha ishëm në debat të librit, ka elementet interesante për universitetin që ne i studiojmë në formate të ndryshme, jo vetëm nga aspekti që quhet shkencë, por edhe nga aspekti i reflektime psikologjike, kulturore, besueshmërisë, ndëlidhjeve të shumta të cilat lidhen, kompleksiteti që ne arrim ta zbulojmë është një arritje që njerëzimi ka mri mjaft shumë, por prapë jemi shumë larg asaj që mund t'i shtojmë në një pikë ose një konfirmim apo një konkluz për gjëra të cilat ne ende as nuk kemi fuqi njerëzore, as kapacitet mendor dhe as infrastrukturë me cilën pyetjet shumë të cilat janë të hapuna kanë vetë në rrugtim. Po me sa unë e di edhe me sa kam një interaktivitet edhe vetë nga fryma e religionit konsiderohet që njeriu është i autorizuar, i dhënën që të gjeneroj sa më shumë dije, të hulumtoj gjëra të cilat ende janë të panjohura, të paditura, edhe të cilat gjenerojnë një kvalitet më të mirë të jetës. Unë mendoj që kjo është një diçka e bukur, po gjithherë e shohim e ndjejmë që edhe aspekti mendor, fryma, struktura tjera janë disa elemente që vërtet e kanë një ndikim në jetën tonë. Shihet që ekziston një modelim tjetër që nuk është krejt i kontrolluar dhe mbi këtë bazë është mirë që shkrimet, momentet, formatet tilla të na ndihmojnë, siç na ndihmon edhe pjesa e religionit, po siç na ndihmon edhe pjesa e mjekësisë. Kështu që e konferencë që çdo gjë nuk është fizike, edhe nga aspekte që kemi në mjekësi, domethënë edhe nëse ushqemi mirë, edhe nëse ushtrojmë mirë, shpesh të dyja mund me kon, por njerëzit prapë smuren. Domethënë ekziston diçka tjetër themi në aspektin edhe shpirtëror dhe analitik edhe emocional që i ndëlidh dhe krijon një kompleksitet tjetër e që profesor Alili është mundu ta vendosë në një libër që mendoj mund të jetë një prej librave të parë që i qasës. Kështu që unë e kam lexuar pak prof, e kam lexuar shpejt pak, nuk e kam lexuar kështu mënyrë, do ta lexoj edhe më herë, po jam edhe një herë falenderues, të falenderoj shumë për këtë, të uroj që të botosh edhe më shumë, edhe të kontribuosh siç edhe është një krenari kënaqësi që sot kemi prezantimet e veprave tua. Ju falenderoj gjithëve që keni gjetur kohë më ardhe me këtë na keni nderuar në një prezencë të tillë. Faleminderit shumë profesor Hajlizi, dhe kur e dëgjon profesor Hajlizin të flet për ndikimin në shoqëri, natyrisht na vjen ta themi faleminderit për ndikimin që ke bërë shoqëri bashkë duke sjellur gjenerata përmes UBT-s, që sot jam këtu pranë jush, mes jush, edhe ndoshta edhe më larg se këtu, dhe fal asaj që ke qenë vigjilent me studimet që ke ofruar dhe asaj që ke ofruar profesorët më të mirë, siç është edhe profesor Halil Krasniqi, kështu që padyshim që keni pasur një ndikim në këtë pikë dhe jo. Faleminderit shumë. Një tjetër mik shumë i afërt i doktor Halil Krasniqit, që po ashtu ka vlerësuar, ka reflektuar mbi veprën dhe mbi veprat të cilat i shohim përballë nesh, të cilin me kënaqësi do doja ta ftoja këtu për një fjalë rasti, është zotëri Shkëndzeniuse. Faleminderit, na biznesmen, di me bo biznes, mas fakti nga shkollë sidomos për bo profesorë, i nderuar president, i nderuar minister, rektor, doktor, të nderuar pranishëm, sigurisht që është mësi me pas një mik edhe një mik si doktor Halili. Neve, në fakt që i hina doktor Halili. Neve, me thonë jemi dëshmitarë se doktor Halili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm me shumë libra në aspektin e shëndetësisë dhe gjithashtu, me thonë, dhe si profesor, po
unë jam edhe dëshmitari shumë, me thonë në veprave humaniste, humanitare që ka ma, me thonë për një saktum, për çka dëshiroj të falenderoj. Sigurisht që kur po flasim për librin në fjalë ndërmjetësh, do më i kuadrimës i kërkërimi i dëshmive dhe fakteve të shkencës, në këtë rast të mjekësisë dhe librave të shenjtë ose librit fund Kurani, po përfshirë libra të libra të tjerë. Sigurisht që na jemi të vetëdijshëm se shumë gjëra që janë të përshkruar në libra të shenjtë në kalimin e kohës, shkenca ka arritë mi eksploru dhe mi dëshmu. Ekspertët thonë dhe unë e pajtona se muret e spitaleve kanë di lutje ma shumë se sa atje në përgjami, mirë po e vërteta është se këtu si krijes Zotit që është globi njerëzit gjithë tjertë, me thonë Zotit normal që në ka qua dhe shëndetësin, me ka qua dhe njerëzit si Dr. Halili dhe shumë të tjerë, sepse se cili në profesion e vetë japë kontributin vetë, po sot jemi këtu, me thonë e përmojnë në këti libri. Unë kam pas mundësin të shtetoj pak librin, sigurisht që ti bazuar në faktet shkencore të mjekësisë dhe interpretimet e Kuranit dhe do me thonë e mirë është për shkak se të gjitha ato që shkenca me kalimin e kohës i ka verifiku janë përshkruar aty. Ky libër, me thonë, kemi mundësi që në mesin e njerëzimit, do thotë këtu mund këtë ose jo, kemi shumë laik të ndryshëm, dikush ka besimin në fe të ndryshme, dikush ndoshta edhe nuk beson fare, mirë po ja që e kemi rastin përmes librit e Dr. Halilit të dëshmojmë se, me thonë, shkenca dhe besimi dhe përshkrimi që i kemi në libra të shenjtë kanë shumë përbashkëta dhe asnjë gjë nuk është rastësisht dhe asnjë gjë nuk mund të funksionojë në mënyrë kaq perfekte nëse nuk do të jetë dikush i cili kontrollon dhe menaxhon. Unë shumë shpesh them Allahu, Zoti, është si një programer i mirë i cili ka hyrë në një kompjuter, ka programu dhe gjithçka funksionon aq perfekt. Hoq Shqipqeti ishte në përshëndetje shkoj dhe isha taku do ditë ma herët. E thash, hoq tash imagjino sikur globi vetëm një sekond në 10 vjet t'i zhvonu, sa ka dalë i shkutu sjell sa në një moment pjesa ka dielli i zhvonja 200 gradë dhe kish shkruar gjithçka, dhe sa pjesa mrapa një zhvuaq ftoft sa s'kishme me mbjetu kur gjë. Ose nëse në një moment toka fillon të afrohet nga diellit, sigurisht se temperaturat e larta s'kishin mujt me i rezistu, ose të largohet ku pas miliona vjetësh i shkon aq larg sa s'kish pas mundësi të zhvillohet procesi fotosintezës dhe jeta tu. Çfarë vi vjen kjo vi vjen se, me thonë, të gjitha ato që janë përshkruar aty janë të bazuar në fakte, janë të bazuar në shkencë dhe janë të dëshmuar dhe të inkorporuar. Për këtë arsye, me thonë, se cili që ka me pas mundësi me lexu librin fjalë, sigurisht që ka me pas një perceptim ndryshe në përgjithësi për jetën. Dhe për këtë duhet ta falenderojmë doktorin i cili, me thonë, ka 10 libra, ka të tjera në proces, dhe sigurisht që kjo nuk është hera e fundit që do të na bashkon për promovim. Unë dëshiroj ta falenderoj për kontributin e madh që ka dhënë në të gjitha aspektet dhe sigurisht që është një shembull i mirë për mua për hiperaktivitetin dhe energjinë që e ka, sepse punon mirë në Gjermani, punon mirë në Kosovë, punon profesor, është një familjar shembullor dhe gjithashtu gjen kohë që na begatoj dhe të uroj për gjeneratat e reja dhe gjithë neve libra të cilat janë shumë të vlefshme dhe shumë të rëndësishme edhe për studimet, edhe për jetën e përgjithshme. Faleminderit doktor, faleminderit krejt familjes tonë për shkak se unë e di sa kanë për krah. Gjithmonë thonë se mas një njeri të suksesshëm ka dhe një familje suksesshme,
Prandaj mirë kuptimi i familjeve tona na bën neve që t'jemi suksesshëm të shihemi. Unë dëshiroj që sa më shpejt promovojmë librat e tjera, sa e përket pjesës politike, ndoshta është me pritet pak. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, zoti Usaj. Normalisht pas këtyre dy fjalimeve, reflektimeve dhe vlerësimeve mbi veprën e doktor profesor Krasniqit, është koha që ta kemi edhe atë vetë që të fletë për këtë libër që na bën të mendojmë dhe të reflektojmë. Por para se taftoj, do doja shumë që sa që kemi këtë libër në dorë, unë shpresoj që të mos mbetet një libër në biblioteka, por të jetë pjesë e reflektimeve tona të përditshme. Ai kemi menduar shumë shpesh, ndoshta jo vetëm këtë fakt që unë do ta ndaj me ju, por ka shumë fakte që çdo ditë ndajmë në jetën tonë. Po ky është shumë i rëndësishëm në një botë kur edhe telat e kufjes ngatrohen, telat në kadrët e makinerive të ndryshme ngatrohen. Si ka mundësi që janë 97.000 kilometra e në gjaku në lëkurën tonë që nuk ngatrohen. Dhe kjo është një krijem, një reflektim që duhet ta mendojmë se sa me delikatesë është krijuar organizmi njeriu dhe është menduar. Por nuk duhet ta harrojmë se sa me delikatesë është mësuar dhe punohet mbi organizmin e njeriut me një përgjithësi të lartë, kur vetëm ata mantel bardhet dhe Zoti na ka shpirtin tonë në dorë. Një reflektim të tillë na bën edhe libri i profesor Krasniqit. Natyrisht, para se ta ftoj profesorin, do doja shumë të falenderoja disa nga bashkëpunëtorët e afërt të këtij libri, që natyrisht edhe zoti Krasniqi, edhe zonja zonja Ajshi janë falenderues për mbështetjen dhe besimin. Faleminderit profesorit Edmond Hajrize për përmbajtjen shkencore njëkohësisht si redaktor dhe recenzent. Faleminderit zotin Shkenzen Jusaj për lektorim, korektorin Hoxhën Magjistër Amir Gjeladinin, konsulentin e librit Zotrin Ibrahim Ibrahimin, bashkëpunëtorët në redaksi, padyshim një falenderim nga zemra shkon edhe nga doktori, edhe nga ne që njohim nga afër profesor doktor Krasniqin për zonin e tij, zonin Ajshi Krasniqi, e cila është një mike, një kraj i gjatë për të, dhe nënkësisht një bashkëpunëtore në këtë libër së bashku me mikun e tij zoti Recep Murina. Dhe padyshim një falenderim për të nderuarin zoti Albert Sukaj për dizajnin e grafik, faqosin dhe rregullimin e librit. Unë nuk do doja të zgjatesha më shumë, kush më mirë se vetë autori na flet për librin. Profesor doktor Krasniqi, do doja të kem këtu. Faleminderit shumë. Të nderuar mysafir, i nderuar president, i nderuara zona ministre, i nderuar Shkenzen, miku im që zoher të kam në djathtë, të nderuar media, të nderuar zonja dhe zotrin. Ju falenderoj që sonte jeni këtu, është një mbrëmje e veçantë, një mbrëmje shumë e rëndësishme për mua, ku e promovoj librin tim, Religioni dhe mjekësia, libri im i fundit, në ku kam shkruar edhe libra tjera, siç e përmendi presidenti, librin rreth politikës komunale në gjuhën gjermane dhe në Gjermani, por që jam përfaqësues i politikës gjermane dhe që nuk dëshiroj me dhonë të jem pjesëtar i politikës në Kosovë, por që do të jap kontributin tim deri në fund në gjitha fushat e të cilat kërkon nga unë, ka fusha mjekësisë, politikës, shëndetësisë, sociale apo fusha tjera. Unë kam shkruar libra të tjera, por që deri tani nuk i kam promovuar në mungesë të kohës, e cila më mungonte që gjatë qëndrimit në Kosovë ishte një plan shumë i ngjeshur dhe që nuk më mjaftonte koha që të prezantoj një nga një librat cilat janë shkruar dhe janë të rëndësishëm, mendoj për shoqërinë tonë. Shtrohet pyetja, pse shkruan një mjek, një kirurg i cili vendin kryesor i ka në sallën e operacionit me pacientët me diagnozën, por që ka nevojë që të shkruan libra. Përgjigjja ime është shumë e thjeshtë. Në gjitha librat ku edhe mendohet se nuk kanë lidhshmëri njëra me tjetrën, bën fjalë për njeriu. Njeriu i cili është qenia më e përsosur e natyrës, njeriu i cili vuan, njeriu i cili është i smur, njeriu i cili përjeton faza të ndryshme të jetës dhe që njeriu është ai që e ndryshon botën.
por që në ndikimin e njeriut ka edhe një forcë natyrore të cilin ne e quajmë Allah, Zot, i cili ka ndikim të drejtë për drejtë në krijimin e njeriut, në jetën e njeriut, por edhe në vdekjen e njeriut. Unë më them që gjatë karrierës time, jetës time mbi 30.000 operacione, kam përjetuar, kam vërejtur se njeriu nuk trajtohet vetëm me medicinë. Mjekësia na tregon si rrah zemra, por nuk na tregon se çfarë është në shpirt, çfarë është në zemër, në tru dhe çfarë e lëviz njeriu. Gjithë ky proces me shtyri të shkruaj një libër të tillë, duke marrë parasysh qëndrimin tim edhe në hax, leximin e shumë libra fetar, libra shkencor, por edhe ndërtim dhe krijimin e personalitetit tim në Kosovë dhe në Gjermani, ku që njeriu është një bazë në cilën mjekësia dhe mjekët mund të shërojnë një dhimbje, mund të qepin një abdomen të hapur, mund të japin medikamente, dhe që stetoskopi nuk na tregon se çfarë vojtje ka pacienti, por është edhe një forcë natyrore që ne quajmë Zot, i cili ka një përqendrim dhe një dirigjim të plotë të shpirtit të njeriut. Kam pas shumë raste kur pacientët në dhomë gjatë një vizitës me drejton dhe thonë, doktor, ti nuk më lënë të vdes. Ishte operacioni komplikuar. Është një përgjegjësi, është një obligim shumë i rëndësishëm, do thotë pacienti i cili e dorëzon jetën e tij, shëndetin e tij në duart e një mjeku, duke besuar, duke pas një besim plot, sepse ai edhe pse mjekësia e bën atë të mundur, është një forcë tjetër natyrore e cila e ndihmon një proces që të shtyjë deri në fund. Unë kam pasur shumë pacient gjatë reanimacionit apo qëndrimit në stacionin intensiv, ku mund të tërë i kam përcjellur dhe që trupi tyre ishte pothuajse jo funksional, por që një forcë natyrore, një shpirt i mbante ende në jetë. Këto gjërat më shtyn shumë të bëj hullumtime, të bëj studime të shumta, që të përpilot një libër e tillë ku e shpjegon krijimin e njeriut si embrion, por që si një proces fiziologjik nuk mund funksionoj pa pas një shpirt i cili e lëviz atë, i cili e dirigjon dhe i cili atë e vendos në jetën në një jetë të përbashkët dhe që personi duhet të ketë një mbështetje, një besim dikur. Unë them shpesh, po beson edhe në një gur apo Buda, kemi një besim që nuk na lejon të veprojmë sikur mendja apo edhe procesi fiziologjik na detyron të veprojmë në formën e tillë. Disa pacientë që ishin në anestezjon të gjatë, pas 2-3 muajsh kur vinë në kontroll, thonin pas bisedës me ta, po thonin këtë kam dëgjuar, por nuk e dija se si ishte ky person. Do thotë, për mua ishte një proces që nuk ka lidhje vetëm me mjekësinë, por edhe me ndihmën, me forcën e shpirtit i cili vendoset gjatë procesit të zhvillimit të njeriut dhe përcjelljes në vdekje. Pastaj përshtohet pyetja, ne po i trajtojmë pacientët deri sa është procesi fiziologjik në rikthim të plotë të shëndetit, por kur njeriu vdes në spital apo në shtëpi, prap trupi i tij dorëzohet ose hoxhës, ose popit apo besimit tjerë, dhe që tani nuk hudhet ai shpirt, ai trupi i njeriu, por që dërgohet në kish, në xhami, dhe që me një respekt të veçantë ai përcillet siç në besimin musliman në një botë tjetër.
Unë dëshiroj që mos ta zgjas me përmbajtjen e librit, sepse libri I përmban pothuajse gjitha proceset të cilat janë të hulumtuara në aspektet shkencore ato fetare, dhe që gjitha pyetjet mendoj me një glosar të zgjeruar mund të gjeni në libër. Ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrje, për nderin dhe respektin, por që dëshiroj edhe me tutje të jemi në të gatshëm për pyetje apo për konsultime apo për diskutime, sepse për mua është e rëndësishme të vendosim një proces për të diskutuar në podium, për të menduar dhe për të parë se çfarë është e vërtetë dhe si ne mund të veprojmë që të bëjmë atë që është me e vërtetë që kërkohet nga ne. Ju falenderoj shumë dhe Faleminderit shumë profesor Krasniqi. Ky libër ndoshta të jetë një reflektim që të na bëjmë të analizojmë dhe të mendojmë. Unë nuk jam mjeke, unë nuk jam as eksperte e religioneve, njose bazike jam si një autore e emisionit Familja Jon, tash sa vite kam dëgjuar rrëfime histori të ndryshme të cilat pacient e mjek kanë treguar përmes kanalit tonë në emisionin Familja Jon, por gjithmonë kam analizuar dhe kam krijuar pyetje të tilla. Dhe ky libër, Religioni dhe mjekësia, është një libër që na mundson të kuptojmë që njeriu është një tërësi, trupi, mendja dhe shpirti. Besoj se pikërisht kjo është një nga vlerat e këtij libri, të krijojë një urë mes shkencës, besimit dhe jetës njerëzore, sepse në fundit mjekësia kujdeset për trupin, besimi për shpirtin dhe ndërsa dia kujdeset për të dy ato që ti njohim sa më mirë. Profesor Alili na ka mësuar që përmes sa faqeve dhe përmes sa analizave që ka bërë si njohës dhe si mjek dhe njëkohësisht tashmë si Haxhi Krasniqi, njohës I mirë edhe I religionit dhe fesë islame, na ka bërë që të reflektojmë, do shpresoj shumë që këtë libër me një frymë të lexoni, sepse ashtu të merr me vete. Unë ju falenderoj që sot keni ndarë nga koha juaj në ditën më të rëndësishme të profesor Dr. Ali Krasniqit, në ditë të tjera dhe të tilla ju presim me shumë kënaqësi në Kosovë. Dhe faleminderit që kontribuon edhe në gjeneratat tona tek studentët në UBT, por edhe si mjek për të shëruar pacientët përmes punës tuaj me United Hospital. Shumë kënaqësi t'ju kemi në mesin tonë, gjithë juve, nder për mua që t'ju prezantoj dhe t'ju kem. Unë nuk e di nëse zonja Ajshe ka menduar apo jo, po me shumë kënaqësi doja ta kemi fjalë. E di që Ajshe I refuzon intervista, I refuzon, unë gjithmonë roba ka njërë prapë për refuzon, por unë jam dëshmitare edhe si pjesë e familjes e tyre, edhe si mike afërt e tyre, edhe si gazetare që përcjelli krimtarinë, profesor Dr. Krasniqi, dhe shumë krenare jam me ty, zonja Ajshe, për këtë kontributin që bën edhe bashkë me fëmijët e profesor Krasniqi që janë për krahas dhe janë 24/7 aty për zotin doktor profesor Krasniqi. Unë shumë kënaqësi, unë munova tinda me bin marë, po jo, nuk tentoj më. Unë ju falenderoj gjithë që sot jeni këtu, një koktel vrasje të vogël, doktori ka menduar dhe të ndajmë të llafe, muhabete mbi reflektimin mbi librin dhe të kofshim për ditë të tilla të mira. Shëndet për gjithë ju. Arsyeja pse më shtyr ta shkruaj këtë libër ishin përvoja ime mjekësore. Unë kam pa mira njerëz që vuajnë nga smundja, që vuajnë nga proceset psiqike, fiziologjike, cilat I kam përjetuar në shpirtin tim, me dhimbjet e pacientëve, me vuajtje dhe pacientë cilit kërkojnë një ndihmë në forma të ndryshme, por që mjekësia dhe religioni kanë një lidhshmëri të ngushtë njëra me tjetrën. Mund të them është një urë e cila ka një reciprocitet shumë të theksuar. Pasa kjo ishte arsyeja pse unë duhet ta shkruaj një libër tillë, pasi njohurit e shumta fetare, besimit dhe të religionit lidhen ngushtë me atë të shkencës. Mund të them se besimet fetare dhe Kurani ka mbi 70% realitet në shkencën të cilën ne e përdorim sot. Kjo është një arsye pse mund të bëjmë një krahasim
në krahasim, por edhe një lidhshmëri reciproke mes religionit dhe mjekësisë. Mesazhi im kryesor është që libri i cili është votuar me titullin Religioni dhe mjekësia është e nevojshme që gjithë pjesëtarët që janë besimtarë dhe që njohin shkencën të lexojnë të libër, për arsye janë sqarime të cilat mund ta gjejnë përgjigjet e çdo personi i cili i kërkon rregullisht, por që janë përgjigje adekuate, përgjigje të cilat janë të mbuluara me përcjellje shkencor dhe atyre fetar. Dëshiroj që ky libër të jetë një diskutim, një debat për ta kuptuar vetveten, jetën dhe të tjerët. Unë them se një libër i tillë për ta botuar, për ta shkruar, duhet të kesh një guxim të veçantë dhe që ka rëndësi për shoqërinë tonë, sepse njeriu i sotëm, njeriu i ndershëm, njeriu i besueshëm, njeriu që ka respekt për tjetrin, po humb vlerën. Prandaj, për të mos ta humb të vlerë, për ta respektuar njëri tjetrin dhe për ta parë se ku është lidhshmëria edhe e shëndetit tonë, jetës sonë dhe religionit, mund ta gjeni në këtë libër. Roli im në këtë libër ka qenë, me thonë, verifikimi dhe krahasimi i fakteve shkencore dhe religionit dhe inkorporimi ose vazhdizimi ose, me thonë, sa ato janë të përshtatura dhe sa faktivizojnë njëra tjetrën. Dhe gjatë të gjitha këtyre fakteve kemi arrit me pas se, me thonë, në këtë libër janë të përfshirë organizmi i njerëzit, shpirti i njerëzit dhe njerëzit si qenie njerëzore. Prandaj dhe si lektor gjithashtu, me thonë, e kemi lektoru librin duke e pa nëse është bën ai kshim, është bën ai gabim, është bën ai përsëritje dhe për çfarë do gabime gramatikore të tjera. Kjo libër unë mendoj që është shumë e rëndësishme për shkak se, me thonë, njerëzve ju sqaron se shkenca dhe feja kanë shumë të përbashkëta. Feja e përshkruan jetën jo vetëm të qenies njerëzore, po në përgjithësi. Mirë, po në këtë rast folim për qenien njerëzore dhe për shëndetësinë. Dhe pastaj shëndetësia në rastin konkret me kalimin e kohës ka arrit me i faktu edhe me i verifiku edhe me i vërtetu dhe pastaj edhe me i praktiku të gjitha ato që kanë qenë të përshkruara në librat e shenjtë edhe librin e fundit të shenjtë Kur'anin. Për këtë arsye, njerëzit laik të cilët kanë, domethënë, hezitimet e tyre rreth besimit fetar, domethënë, ose edhe rreth shkencës, në këtë rast kanë mundësi mi pas se ato të dyja thojnë të njëjtën gjë në mënyra të ndryshme. Shkenca e ban verifikimin, ndërsa libri i shenjtë në rastin konkret Kurani e ka bërë përshkrimin. Dhe çka do të thotë se sipas rrethonave në të ardhmen do të ketë edhe shumë risi të tjera që do të zbulohen dhe që do të verifikohen dhe të cilat janë të përshkruar dhe s'kan më verifiku deri tani.